Nëse do të shkoje mbrapa në kohë dhe do të takoje Einsteinin, çfarë do të thoshe? Çfarë do të themi gjithë avancimet në shkencë e teknologji që janë bërë, që nga epoka koha e tij. Në mënyrë që ai të di se sa ka shkenca, si është natyra, si funksionon natyra, domethënë, jo vetëm në bazë të rrjedhimeve të teorisë së relativitetit, por edhe mekanikës kuantike edhe gjithë fushave tjera të fizikës kryesisht. Dhe më pas, masi ai të kuptojë se si funksionon natyra, ta shohë me syrin ton funksionimin e natyrës, atëherë ai do nisi të japi atë mendimin e tij, që normalisht do të ishte genial, domethënë, të merrnim të shihnim çdo thonte Einsteini. Domethënë, dhënia e informacionit është shumë e rëndësishme më parë, pastaj shohim se si ai do e proponojë metodën e tij, që do ishte rruga më e mirë për të komunikuar me një person të kaluar, me një person që ka bagazh, ka inteligjencë, ka nivel. Kush mendon se ishte më i rëndësishëm për të takuar Einsteini apo Newtoni? Të dy kanë dhënë shumë për fizikën. Einsteini ka dhënë disa pika kyçe në fizikë dhe po të ishin interesuar siç duhet, Einsteini do kishte marrë 8 çmime Nobel. Por Newtoni nga ana tjetër ka avancuar në matematikë, në fizikë dhe në teori nga më të ndryshme dhe ka dhënë shumë në shumë fusha. Dhe si thosh, ktheu diturinë e natyrës e ktheu në lëndë fizike të rregullt. Newtoni ka bërë shumë. Dhe janë të dy, domethënë, gjeni dhe jo vetëm të dy, por edhe shumë të tjerë që janë gjeni të këtij niveli. Por nuk është e rëndësishme se sa gjeni është një person, por duhet gjetur personin i dur me aftësitë e duhura në drejtimin e caktuar në lidhje me atë që ne do i pyesim. Duhet të përkojnë këto dyja, pyetja me personin përkatës. Janë disa pyetje që i shkojnë për shkak të Einsteinit, disa pyetje i shkojnë për shkak të Newtonit, disa pyetje i shkojnë për shkak të Maxwellit, Fermit, Diracut apo Feynmanit ose personave të ndryshëm. Nuk varet gjithmonë nga pyetja, duhet të drejtosh personit që duhet. Është relative domethënë. E bukur është ideja që ne të shkojmë në kaluarën e të marrim me inteligjenca e personave që kanë bërë ndryshime në fizikë. Por e bukur është dhe ana tjetër, se si do habiten, kënaqen apo mrekullohen Newtoni, Einsteini apo kolegët e tyre me avancimet që janë bërë në fizikë. Në mënyrën se si ne sot e shohim universin, botën, natyrën. Si do habiteshin, sa do habiteshin ato, kur ne të tregonim informacionin që kemi sot. Edhe kjo është gjë e bukur. Imagjino neve sot takojmë një person në vitin 2500, që na tregon neve të reja që do janë bërë atëherë, domethënë është një çudi, një gjë shumë e bukur.